Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar takime si përmarrësit e ri në Sarand. Ai deklaroi se po shqyrton një opsion që do t'u jap mundësi strukturave hoteliere që të pranojnë një paradeklarim me marrëveshje 65% nëse nuk duan të kenë kontrolle gjatë pikut të sezonit. Të tjera e kritikoi bizneset për çmimet e shezlongëve dhe numrin e shumtë të tyre gjatë sezonit të verës në Ksamil. Më vjen shumë mirë që kuptoj që këtu është komplet një gjenerat e re që ka marrë dorë një pjesë të konsiderueshme të biznesit. Ka i potencial të jashtëzakonshëm për të ndërtuar agroturizma, për të ndërtuar struktura hoteliere dimrore për shëndetin, për relaksin, për të gjitha ato që janë shërbime që paguhen shumë. Keni parasysh që për sezonin kemi nxjerrë një vendim të ri për sa i përket shfrytëzimit plazheve, sepse ky ka qenë një problem shumë i madh që kemi pasur në vijim, edhe vitin e kaluar u bë skandal fare me uzurpimin total të plazheve nga subjekte private, në këtë rast edhe nga ju, që t'i themi gjëra siç janë, dhe kemi vendosur një raport të ri në shfrytëzimin e plazheve për t'i dhënë subjekteve private mundësinë që të ushtrojnë aktivitetin e tyre, por për t'i dhënë edhe qytetarëve mundësinë që të kenë plazhin e tyre në rast se duan të shkojnë në një plazh që është publik. Dhe nga ana tjetër, ju jeni shumë të mirëpritur që të kërkoni akoma më shumë, por ne do ta shikojmë njëri tjetrin në sy dhe këtu e kam fjalën për gjithë ata nga ju që kanë hotele. Do të shikojmë njëri tjetrin në sy dhe me një buzëqeshje të lehtë që tregon mirëkuptim, do duhet të pranoni që bëni shumë hile me deklarimin e shtretërve të zënë. Kemi vendosur që t'i japim një opsion të gjithë strukturave hoteliere për të pranuar një para deklarim me marrëveshje që për periudhën e pikut të paguajnë, nëse nuk duan asnjë kontroll, të paguajnë 65%. Nga Saranda, Rama foli edhe për ligjin paketa e maleve, duke bërë edhe një herë thirrje për investime në agroturizëm apo agropërpunim. Ligji që ne kemi kaluar me emrin paketa e maleve i referohet në radh par maleve, patjetër, por në tërësi është një ligj që i referohet territoreve të brendshme të vendit, që do thotë edhe territoreve brenda gjithë rajonit, po themi Sarand, duke ku përfshihen Delvina, Konispoli, Finiqi, dhe ku ka një potencial të madh për të investuar. Dhe keni parasysh që në ligjin me emrin paketa e maleve, e para, edhe pse këtu është pak më ndryshe, megjithatë jo komplet ndryshe, mjafton një dëshmi e miratuar nga Këshilli Bashkiak për sa i përket pronës që mund mos ketë hipotekën për shkaqet që i dim që lidhen me 7501-shin, dhe mjafton ajo dëshmi për të marrë më një herë për të bërë më një herë marrëveshjen me shtetin, për të marrë lejen e ndërtimit dhe për të filluar investimin. Ndër të tjera, kryeministri i vendit njëherë kryetari i Partisë Socialiste u kërkoi sipërmarrësve të rinj që të investojnë pasi siç u shprehi, me hyrje në Union interesi të huajve do të jetë më i shtuar në Sarand, se do duket si një qytet i ri që i shtohet vendit.